Rubin Kazan luajti sot përballë Baltikës, ndërsa ndeshja ishte e vlefshme për raundin e 12 të Premier Ligës ruse. Sfida u fitua nga këto të fundit me rezultatin 0-3. Mirlind Daku kishte mundësinë për të rikthyer skuadrën e tij në lojë. Ishte minuta e 52 kur vetë fitoi një penallti. Goditja e tij, predh nga pika e dardhë, u prit nga portieri kundërshtar. Daku humbi kështu mundësinë të shkonte në kuotën e 9 golave. Aktualisht mban vendin e dytë në renditjen e golashënuesve. Rubin Kazan luajti sot përballë Baltikës, ndërsa ndeshja ishte e vlefshme për raundin e 12 të Premier Ligës ruse. Sfida u fitua nga këto të fundit me rezultatin 0-3. Mirlind Daku kishte mundësinë për të rikthyer skuadrën e tij në lojë. Ishte minuta e 52 kur vetë fitoi një penallti. Goditja e tij, predh nga pika e dardhë, u prit nga portieri kundërshtar. Daku humbi kështu mundësinë të shkonte në kuotën e 9 golave. Aktualisht mban vendin e dytë në renditjen e golashënuesve.